Ministri i Izraelit I mbrojtjes, Israel Katz, ka deklaruar se ushtria do zgjerojë operacionin e saj në Gaza dhe do të pushtojë zonat të mëdha të rajonit, duke përfshirë ato në atë që I përshkroi si zona e sigurisë. Në një deklaratë të mërkurën, Katz tha se operacioni I zgjeruar synon të shkatërrojë, pastrojë zonën nga terroristët dhe infrastrukturën terroriste dhe do të kërkojë evakuimin e palestinezëve në një shkallë të gjerë. Alarmi vjen pasi spitalet lokale thanë se të paktën 15 palestinezë u vranë në një zonë gjatë natës. Shërbimi I mbrojtjes civile drejtuar nga Hamasi theksoi se reaguesit e parë gjetën trupat e 12 personave, përfshirë fëmijë nga një shtëpi në zonën Khan Yunis. Ka pasur raporte për sulme ajrore dhe bombardime të gjëra izraelite përgjatë kufirit me Egjiptin dhe ka një ndjenjë në rritje për një ofensivë të re të madhe toksore izraelite kërcënon Gazën. Këtë javë ushtria urdhëroi 140.000 njerëz në Rafat largoheshin nga shtëpitë e tyre dhe lëshoi urdhra evakuimi për pjesën e Gazës veriore. Izraeli nisi një sulmtëri në Gaza më 18 mars duke akuzuar Hamasin për refuzimin e propozimit të ri të Shtetet Bashkuara për të zgjatur pushimin dhe lirimin e 59 pegjeve që mbajnë robë në Gaza. Ushtria izraelite nisi fushat për shkatruar Hamasin më 8 pas sulmit pa precedent ndërkufitar më 8 tetor 2023. Më shumë se 50.399 njerëz janë vrarë në Gaza gjatë luftës që pasoi.